Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mensuri, ëndra e tij dhe vdekja. Të dashur miq, në historinë islame Mensuri ishte një prej kalifeve islam, i cili kishte një karrierë dhe një histori shumë të bujshme. Një natë kishte pa një ëndër shumë interesante në raport me vdekjen. Kishte pa në ëndër melekun e vdekjes dhe melekun i vdekjes e pyet Mensuri melekun e vdekjes, edhe sa kam jetë, kur do të vdes? Meleku i vdekjes i ngrit 5 gishtat e dorës dhe posa bëhet gati Mensuri ta pyet melekun dhe t'i kërkon sqarim për këto 5 gishtat e dorës, çka nën kuptojnë, i del gjumi. Kur i del dhe i ik gjumi, kalifi Mensur brengoset dhe fillon të mendoj, a thua vallë, kam jetë edhe 5 orë, apo 5 ditë, apo 5 javë, 5 muaj, apo 5 vite. Dhe fillon duke i konsultu këshilltarët e tij që sigurojnë një dietar islam i cili din ta komenton këtë ëndër. Dhe e sollin një dietar i cili ishte i njohur për komentimin e ëndrave dhe ja tregon ëndrën kalifi Mensur. Dietari e kupton se kalifi Mensur ishte i shqetësuar, nga se e kishte kuptu këtë ëndër drejt për drejt me jetën dhe vdekjen e tij. I thot, o i pari muslimanëve, meleku i vdekjes nuk ka pas për qëllim ty të tregoj se edhe sa kohë ke për të jetu. Por momentin kur ai i ka tregu 5 gishtat e dorës së tij, ai ka dashur të ta bëj me dije se janë 5 gjëra në jetën e kësaj bote që askush dhe asnjë krijesë në këtë botë përpas Allahut fuqiplot nuk e din se kur ato ndodhin. Fjala është për ajetin e Kur'anit 34 në kapitullin Luqman, ku Allahu fuqiplot thot, askush nuk e din se kur do të ndodh dita e Kiametit, askush nuk e din se kur Allahu e zbrit shiun në sasi dhe në cilësi, askush nuk e din se çfarë ka në barqet e nënave shtatzane, askush nuk e din nesër çfarë do të fiton, dhe e pesta, askush nuk e din se në cilën pjesë të tokës do të vdes. Thot, këto 5 gishtat e dorës së melekut të vdekjes simbolizojnë këto 5 gjëra, nga se ai ka dashur të tregoj se vdekjen tënde kur ti ke me vdek dhe ku do të vdesësh nuk e din askush post mallit Allah fuqiplot. Ajo çfarë unë dhe ti duhet të përfitojmë nga kjo ëndër dhe nga shqetësimi i kalifit Mensur dhe verseti 34 i kapitullës Luqman është se ne duhet të jemi të bindur se as para as pas nuk mund të dalim nga jeta e kësaj bote pa ardhur momenti kur Allahu fuqiplot, ai që dituria e tij është absolute, e ka caktuar atë për ne. Elusim Allahu dhul xhelal që vdekjen ta presim në qetësi e në faqebardhësi. Amin.